Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 35 vjeçe, e martuar prej 10 vitesh dhe jetoj në një lagje ku çdo njeri di gjithçka për tjetrin. Nga jashtë, jeta ime duket si ajo që shumë gra do ta quanin në rregull. Një shtëpi e mirë, një burr që punon, një fëmijë dhe një rutinë e qëndrueshme. Por ajo që nuk duket është boshllëku që ndjej çdo ditë. Sepse njeriu që duhet të më shohë më shumë është pikërisht ai që nuk më vë re. Unë nuk kam qenë kurrë nga ato gra që e lën veten pas dore. Edhe pasi u martova, edhe pasi u bëra nën, gjithmonë kam dashur të kujdesem për veten. Jo nga egoja, por sepse më bën të ndihem mirë dhe më jep vetbesim. Shkoj rregullisht në qendra estetike, kujdesem për flokët, për lëkurën, për trupin. Mundohem të jem e rregullt, e pastër, e kujdesshme në çdo detaj. Dhe po, nuk e mohoj, një pjesë e imja e bën edhe për tu dukur në sytë e burrit. Pikërisht për burrin tim. Në fillim të martesës tonë, ai më shihte ndryshe. Më vinte re menjëherë kur ndryshoja edhe gjën më të vogël. Më thoshte fjalë të bukura pa i kërkuar unë. Ndonjëherë më shikonte në një mënyrë që më bënte të ndihesha sikur unë isha e vetmja grua në botë. Por sot mezi më hedh një sy. Dita ime fillon herët të zgjohem, përgatis mëngjesin, kujdesem për fëmijën, merrem me punët e shtëpisë. Pastaj kur kam pak kohë për veten, mundohem të bëhem gati. Zgjedh rrobat me kujdes, rregulloj flokët para pasqyrës, vendos një grim të lehtë, shikoj veten dhe mendoj, sot dukem bukur. Por sa po dal në sallon, ai është aty, i ulur në të njëjtin vend, me telefon në dorë, gjithmonë me telefon. Në mëngjes, në drekë, në darkë, gjithmonë një ekran përpara. Ndonjëherë mendoj, çfarë ka aty që është më interesante se unë? E kam pyetur veten shumë herë. Një ditë e pyeta edhe atë. Çfarë po shikon gjithë kohës në telefon? Asgjë, thjesht po kaloj kohën, më thot ai gjithmonë, pa ngritur kokën. Kjo është ajo që më dëm më shumë, sepse nuk është vetëm mungesë fjalësh, është mungesë vëmendje. Ndërkohë, jashtë është një botë tjetër. Sa herë dal në lagje, e ndjej shikimet që më ndjekin, fjalët që nuk thuhen, por kuptohen. Burrat që ndalojnë për një moment më shumë. Dikush që të përshëndet me një buzëqeshje më të gjatë se zakonisht. Shkoj në market për një gjë të vogël dhe kthehem me një ndjesi që më ngatëron. Sepse nga njëra anë ndihem mirë që ende bie në sy. Nga ana tjetër më dhëmb. Nuk dua këtë vëmendje, e dua nga burri im. Një pasdite, ndërsa po kthehesha nga marketi, një ndër fëmijët tanë më tha: "Je gjithmonë shumë e bukur." Unë e falenderova, por ndërsa ecja drejt shtëpisë mendova, pse këto fjalë nuk vijnë nga burri im? Kjo pyetje më ndoqi gjithë ditën. Një mbrëmje vendosa të bëj diçka ndryshe. U përgatita më shumë se zakonisht, jo thjesht për të rregulluar, por për të parë nëse ai do më vinte re. Zgjodha një fustan që nuk e vishja shpesh, u rregullova me kujdes, detaj pas detaj. Qëndrova për disa sekonda para pasqyrës. Dukesha super dhe e dija këtë gjë. Dola në sallon, ai ishte aty, në të njëjtin vend, me telefon në dorë. Kalova pranë tij ngadalë dhe asgjë. Ula përballë tij, asgjë. Prisja. Ndoshta do të ngritë kokën, ndoshta do thoshte diçka, por jo. Pas disa minutash nuk durova më. A nuk po vë re gjë sot? Ai ngriti kokën për një moment. Duke shumë mirë, më tha. U ktheva prapë te telefoni. Ajo më dukesh më mirë, më goditi më shumë se çdo fjalë tjetër, sepse ishte bosh, pa ndonjë ndjenjë, pa ndonjë vëmendje, pa asgjë. Në atë moment ndjeva diçka të re. Jo vetëm mërzi, por një lloj lodhje të thellë. Një lodhje që nuk vjen nga puna, por nga mungesa e ndjenjës që dikush të sheh. Atë natë nuk fola shumë. U shtriva dhe qëndrova zgjuar. Mendova për gjithçka.
për fillimet tona, për mënyrën si ishim, për mënyrën si jemi tani, dhe për herë të parë e pranova veten. Nuk është thjesht një fazë, është bërë një mënyrë jetese. Ditët kalonin dhe unë fillova të ndryshoj pak nga pak, jo nga jashtë, por nga brenda. Fillova të mos pres më shumë, të mos kërkoj më, të mos pres që ai të më vëre. Dhe kjo ishte edhe më e frikshme, sepse kur ndalon së prituri, do të thotë që diçka po fiket brenda teje. Një mbrëmje vendosa të flas, u ula përballë tij dhe i thash: "I mungon diçka kësaj marrëdhënie." Ai ngriti kokën. "Çfarë?" "I mungoj unë," i thash. Ai u hutua, i tregova gjithçka, si ndihesha, si më mungonte vëmendja e tij, si më dhëmte fakti që të tjerët më vinin re më shumë se ai. Në fillim u mbrojt, pastaj heshti dhe për herë të parë pas shumë kohësh më dëgjoi. Nuk di nëse gjërat do ndryshojnë menjëherë, nuk e di nëse ai do bëhet si më parë, por një gjë e di. Nuk dua më të jem gruaja që e shohin të gjithë, por nuk e sheh burri i saj. Ndonjëherë një shikim nga njeriu që do vlen më shumë se gjithë vëmendja e botës.